Një vit para është vërë një avokatë më të njohur në Beograd. Dhe po ta bëri shkrim atëherë dhe thash nuk kemi larg kësaj situate që po ndodh në Serbi. Duhet të reagojmë që të mos ndodhemi duke ditur që çfarë niveli ishte kriminaliteti në Republikën e Serbisë. Ata e vëran një nga avokatët më të njohur. Mbas një viti çfarë ndodhi? E vran Ravikun mes Elbasanit. E vran Ravikun. Kush e vrau Ravikun? Një avokatët më të njohur në atë qytet. Kush e vrau? Ka autor dhe sot ajo ngjarje. Presim mos e s'ka pas në atë kohë, duhet na vinë ai rriti kriptuar nga jashtë që të marrin vesh se çfarë ndodh brenda. Në fakt në Elbasan e dinë shumë mirë se kush e ka vrarë. Policia nuk e di thonë. Por edhe policia është e pjesa që ai kemi provat. Se është prokurori që drejton hetimin. Se ne i bim kollaj policit, po është prokurori. Se prokurorin pagojmë shumë, polici 600.000 lekë merr. Dhe nëse ti lë rroga 600.000 lekë, kush është në një i ri me mend, i shkolluar, i trajnuar, që të vitë punoj policë për atë rrogë, pa i shkon në punon të Tallavaja. Shkon në punon të Tallavaja dhe provon të hysh me pistoletë të Tallavaja. Se s'len ata. Ndërkohë ti gjykata e apelit e vetmja gjykata e apelit në Republikën e Shqipërisë në sajt të reformës së madhe që bëri Hartës, po. Që bëri kjo qeveri. Na i mlodhi gjithë gjykatat dhe i vend aty. Ja qa bërë. Dhe sot, pasojat e 9 vjetë reform në drejtësi, dhe gjithë reformën që janë marrë për të përmirësuar dhe për të përshtatur, se po hymë të bëje, ja kush është rezultati. Dhe kjo është pika që mbushi krejt gotën dhe pastaj shkaktoi derdhin e gjakut. Dhe ne sot po flasim për pasojat e jashtëzakonshme që nuk kanë ndodhur ndonjëherë në këtë vend, në 113 vit histori të këtij vendi. Dhe me keqja thash, është mos reagimi, që edhe pse u ka ndodhur gjëma, edhe pse është gjakosur Republika, reagimi është qesharak. Institucioneve, është qesharak. Më të shqetësuar janë sigurisht trupa gjyqësore, janë qytetarët, se sa është i shqetësuar shteti. Pse? Sepse thonë, nuk ka ardhur tek ne akoma. Nuk ka ardhur tek ne akoma. Okej, Dan. Por kjo është shenja që janë shumë afër. Nuk janë larg.